Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hoxh Dritan Rahmani u lind dhe u rit në një familje kuksiane me tradita fetare dhe atdhetare. Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në qytetin e lindjes, ndërsa mësimet e para të fesë islame i mori në xhaminë e qytetit, xhami me të cilën u lidh fort, duke u bërë pjesë e pandar e saj. Dëshira për të thelluar në studimet islame e shtyu që të kërkonte mes vendeve arabe një universitet fetar, derisa në vitin 2000 pranohet në Universitetin Islamik të Medinës, ku brenda 6 viteve u diplomua në Institutin e Gjuhës Arabe dhe Fakultetin e Sheriatit. Menjëherë pas kthimit në Shqipëri, e para xhami e cila ja hapi dyert ishte ajo e Kirasit në Shkodër, ku kaloi plot 2 vite të mbushura me thirrje dhe udhëzim për në rrugën e drejtë. Pasaj, duke filluar nga viti 2008, e në vazhdim, është imam i xhamisë së Aramerasit në Fushkruj. Fillimi i punës në këtë xhami nuk ishte i lehtë, pasi Hoxh Dritani do të përballej me një komunitet krejt të panjohur dhe me sfida nga më të ndryshmet. Megjithatë, me modestinë që e karakterizon, me gjuhën e ëmbël dhe fjalimet e tij të fuqishme që burojnë nga zemra dhe arrin po në zemrat e besimtarëve, me përkushtimin e pandalur dhe me energjinë e pashtershme, Hoxh Dritani i zuri vend të veçantë tek xhamati i xhamisë dhe tek i gjithë komuniteti i asaj zone. Me nismën dhe insistimin e tij të vazhdueshëm, xhamia e Aramerasit, nga një xhami e thjeshtë, është kthyer si një namazgja për Fushkrujën, ku fluksi besimtarëve vetëm sa vjen e shtohet. Me angazhimin e tij me mësime për fëmijët dhe për të rriturit, me organizimin e shumë tubimeve islame në këtë xhami, ku kanë marrë pjesë hoxhallarët MNZ të trojeve shqiptare, Hoxh Dritani ka arritur që ta transformojë këtë xhami në një faktor të rëndësishëm për zonën e Fushkrujës dhe jo vetëm. Nuk mund të mos përmendim dhe kontributin e tij në ndihmë të shtresave në nevojë, si jetimët, të vobegtët, hallexhint e të tjerë në çdo kohë. Për të prekurit e tërmetit të vitit 2019 që goditi Shqipërinë në përgjithësi dhe Fushkrujën, Tumanën dhe zonat përreth në veçanti, Hoxh Dritan Rahmani së bashku me xhamatin e xhamisë së Aramerasit i qëndruan afër të dëmtuarve dhe i mbështetën me ndihma nga më të ndryshmet. Edhe pse babai i 4 fëmijëve, një baba shembullor, vazhdon t'i përkushtohet xhamisë me vendosmëri e zellë si ditën e parë kur shkeli në të. Sot është një ndalesë për të risillë në vëmendje kontributin e tij 20 vjeçar, si imam, si hoxh, si thirrës me vizion dhe urtësi, por misioni i Hoxh Dritanit vazhdon.